Të nderuar koleg, sot ju paraqesim rastin e një pacienteje që erdhi për vëzhgim tek ne në javën e 19 menores, por ekografi të skriningu të tremujorit e mtyt. Gjatë studimit të zemrës së fetusit dhe në veçanti duke kaluar nëpër planin e prerjes së 4 dhomave të zemrës, vëmendja jon u tërhoq menjëherë nga prania e një mase pulmonare homogjenisht hiperekoze me përmasa 21 me 9 mm në amën e majt të kraharorit. Në hipotezën e parë, për shkak të pozicionit dhe karakteristikave të saj ekografike, kjo dukej se i përkiste një malformimi kongjenital të rrugëve të frymarrjes pulmonare dhe në veçanti variantit solid ose mikrocistik. Malformimi kongjenital i rrugëve të frymarrjes pulmonare është një anomali e zhvillimit të mushkrive të tipit hamartomatoz, e karakterizuar nga një masë parenkimës pulmonare e që organizuar me proliferim të bronkioleve respiratore terminale dhe mungesë të alveoleve normale. Më parë njohur si malformim adenomatoid cistik kongjenital, që nga viti 2002 është ridefinuar me termin CPAM, pra malformim kongjenital i rrugëve të frymarrjes pulmonare, pasi lezionet janë cistike vetëm në 3 nga 5 llojet e përshkruara. Nga pikpamja histologjike, në fakt, klasifikimi i Stokerit njeh 5-9 lloje bazuar në madhësinë e cistave. Megjithatë, klasifikimi histologjik nuk mund të aplikohet drejt për drejt në pamjen ekografike. Për këtë arsye, Wilson dhe bashkëpunëtorët kanë propozuar një klasifikim ekografik më të thjeshtë, varianton cistike dhe varianton solide ose mikrocistike. Varianti cistike paraqitet si një masë multilokulare me cista të përmasave të ndryshme nda disa milimetra deri në më shumë se 10 milimetra dhe me skaje hiperekoike për shkak të forcimit të murit të pasëm. Ndërsa forma solide ose mikrocistike shfaqet si një masë homogjenisht hiperekoike dhe me konture të mirë përcaktuara. Të dy variantet janë njëanshë në 97% të rasteve. Vetëm 3% e CPMO përfshin të dy mushkërit dhe në këtë rast janë lezione zakonisht me përmasa të mëdha që shpesh shkaktojnë zhvendosje të mediastinit. Etiologjia është e panjohur, megjithse janë përshkruar disa anomali transkripcionale. Histologjikisht, lezioni përfshin vetëm një lop të mushkërisë, edhe pse në ekografi mund të duket se shtrihet në të gjithë mushkërinë kur është me përmasa të mëdha. Diagnoza diferenciale e formës solide ose mikrocistike është më ndërlikuara dhe në veçanti duhet të dallohet nga sekuestrimi pulmonar, hernia kongenitale diafragmatike e djathtë dhe emfizema lobare kongenitale. Ndër diagnozat diferenciale, sekuestrimi pulmonar është gjendje që më shpesh paraqet vështirësitë më të mëdha. E vetmja karakteristikë ekografike që na lejon të dallojmë këto dy lezione është ashtu quajtura arteria ushqyese, feeding artery, e cila është gjithmonë e pranishme në sekuestrimin pulmonar dhe mungon në CPN. Me ndihmën e Power ose Color Doppler me PRFT ulët, është e mundur të identifikohet arteria dhe të dallohet origjina e saj nga aorta zbritëse. Sa i përket hernisë diafragmatike kongenitale të djathtë, ekogeniciteti ulët i mëlçisë na lejon ta dallojmë ato nga CPAM, e cila shfaqet në mënyrë të njëtrajtshme hiperekogjene. Gjithashtu, pozicioni intratorakal i venave suprahepatike, si dhe zhvendosja mediastinale, kontribojnë në diagnozën e saktë diferenciale. Në fund, emfizema lobare kongenitale është një lezion që mund të duket ekografikisht e padallueshme nga CPM, por që është e rëndësishme të përfshihet në diagnozën diferenciale. Një analizë e fundit, në fakt që vlerësonte rezultatin e CPM solide ose mikrocistike të diagnostikuara në periudhën prenatale, ka treguar se në 34% të rasteve, lezionet më pas janë përshkruar në lindje si emfizem lobare kongenitale. Ajo që duhet teksuar është se prognoza mbetet praktikisht e njëjtë. Prandaj, po vazhdoj t'ju tregoj se si teoria është vënë në praktikë gjatë studimit ton ekografik me qëllim që të kryhet një diagnozë diferenciale saktë. Mund të shihni se si studimi i vaskularizimit me anë të Color Dopplerit na lejon të përjashtojmë praninë e një arterie aferente në lezion, element që e bën pak të mundshme hipotezën e sekuestrimit pulmonar. Tani verifikojmë vazhdimsinë e diafragmës dhe kërkojmë, duke shfrytzuar ekogenicitetin e saj karakteristik, praninë e mundshme të parenkimës hepatike brenda toraksit. Mungesa e parenkimës hepatike, si dhe mungesa e një zhvendosje mediastinale, na lejon të përjashtojmë herniën diafragmatike të djathtë. Sa i përket emfizemës kongenitale pulmonare, kemi shpjeguar tashmë se sa i vështirë është të bëhet një diagnozë prenatale. Duhet theksuar megjithatë se deri në 20% rasteve, emfizema mund të shoqërohet me kardiopati kongenitale.
Për këtë arsye është gjithmonë e rëndësishme të kryhet një studim i kujdesshëm i zemrës së fetusit. Zemra është në situs solitus me bosh dhe përmasa brenda normales. Pjesa me 4 dhoma është e rregullt për sa i përket morfologjisë dhe vazhdimësisë së septumit. Dalja e majtë është në rregull, me origjinë të rregullt të aortës nga ventrikuli i majtë dhe fluks anterograd të paraqitur normalisht në kolor Doppler. Dalja e djathtë është gjithashtu e rregullt, me origjinë të rregullt të arteries pulmonare nga ventrikulli i djathtë dhe fluks anterograd të paraqitur normalisht. Pjeca me 3 enë dhe trake është brenda normales dhe me konfigurim të rregullt në formë V për sa i përket kalibrit dhe vendosjes. Pamja kardiake rezulton pra brenda kufive të normales. Mungesa e anomalive kardiake sigurisht nuk e përjashton plotësisht një emfizem lobare kongjenitale, por e bën këtë hipotezë më pak të mundshme në kontekstin klinik aktual. Tani të kalojmë te faktorët prognostik. Faktori kryesor prognostik i CPAM është shfaqja e hidropsipsetal, pra asiti dhe ose hidrotoraksi. Hidropsi është i pranishëm në më pak se 10% të rasteve në momentin e diagnostikimit, por mund të zhvillohet në 30% të rasteve gjatë ndjekjes. Në pranit hidropsit, mortaliteti perinatal është i lartë. Instrumenti kryesor prognostik është raporti vëllimit të CPM jashtë të quajturit SVR. Ai llogaritet duke pjesuar vëllimin e lezionit me perimetrin kranial. Një CVR më i lartë se 1.6 shoqërohet me një rrezik për hidrops prej 75%. Një CVR më i ulët ose i barabartë me 1.6 shoqërohet me një rrezik prej 17%. Historia natyrore e lezionit është evolutive. Në fakt, ajo karakterizohet nga një rritje shpejt midis javës së 20 dhe të 26 të amenores, një fazë plato pas javës së 26 dhe regresioni shpesht në tremuarin e tretë, me zhdukje ekografike të lezionit. Në 10 deri në 20% të rasteve vërehet një regresion pothuajse i plot. Për më tepër, nëse hidropsi nuk shfaqet deri në javën e 26 të shtatzënisë, është e pamundur që të shfaqet më vonë. Është shumë e rëndësishme të shpjegohet prindërve se rezonanca magnetike pas lindjes është thelbësore. Në fakt, edhe kur lezioni nuk është më i dukshëm në ekografi, ai në të vërtetë është ende i pranishëm dhe identifikohet pikërisht nga rezonanca. CPM zakonisht nuk shoqërohet me sindroma ose anomali kromozomike dhe për këtë arsye studimi i kariotipit rekomandohet vetëm në rast të malformimeve ekstrakardiake të shoqëruara. Menaxhimi paralindjes bazohet kryesisht në monitorimin e vazhdueshëm me ekografi për të evidentuar shenjat e hershme të hidropsit. Trajtimi intrauterin duhet të kufizohet vetëm në rastet e komplikuara me hidrops dhe konsiston në aspirimin e kistave ose në shuntin torakoamniotik. Të dyja procedurat përmirësojnë ndjeshëm mbijetesën. Terapia pas lindjes parashikon lobektomin brenda 12 muajve nga lindja. Kjo duhet të ndiqet edhe nëse i përsalinduri është asimptomatik për shkak të rrezikut infektiv dhe rrezikut të ulët, por ekzistues për zhvillim të neoplazisë. Teknika kirurgjikale e përdorur mund të jetë torakotomia me lobektomi, por qasja endoskopike po përdoret gjithnjë e më shumë. Në terma prognostik, nëse hidropsi mungon, mbijetesa është përgjithsisht e pandryshuar, pa kufizime funksionale. Në të kundërt, vdekja neonatale është e shpesht në rastet e komplikuara nga hidropsi dhe ku nuk është kryer asnjë procedurë intrauterine. Në përgjithësi, mbijetesa për rastet e CPPAM të diagnostikuara në periudhën prenatale është 80%. Në përfundim, pika kyçe është të monitorohet me kujdes rreziku i hidropsit çdo 4 javë dhe të ofrohet një këshillim i balancuar, duke theksuar se në shumicën e rasteve prognoza është e mirë ose shumë e mirë, sidomos në mungesë të hidropsit.